Me sa duket, edhe kjo e martë, ditën e sotme në kryeqytet, do të kemi një mot I cili do të karakterizohet nga dielli me temperatura që shkojnë nga 8 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta. Kjo është situata për ditën e sotme në kryeqytet. Një situatë plotësisht e favorshme, ndërkohë që dita e nesërme do të mbërri me temperatura disi më të larta në raport me ditën e sotme, gjë e cila do të vihet re kryesisht në orët e para të mëngjesit, duke qenë se bëjmë një krahasim të thjeshtë nga 8 gradë mëngjesin e sotëm, gjatë mëngjesit të së mërkurës, temperatura minimale për kryeqytetin do të regjistrojë 13 gradë Celsius, ndërkohë ajo maksimale do të shkojë në 25 gradë Celsius, nuk është diferencë e madhe në raport me ditën e sotme, shënon vetëm 1 gradë më lart, por do të kemi një situatë meteorologjike e cila karakterizohet nga kthjellimet dhe vranësirat ditën e martë, ditën e mërkurë-ndjes. Do të kemi një prezencë të vranësirave pavarësisht faktit që kemi të bëjmë nga ana tjetër me temperatura më të larta. Ndërkohë, shkojmë nga Tirana në qytetin bregdetar të Durrësit, shohim aty se çfarë bëhet me kushtet meteorologjike, do të jemi përballë një situate të favorshme apo jo. A duhet të marrim çadër me vete? Shpresojmë që jo. A duhet të vishemi ende me ato xhupat e trash, besoj koha I ka ikur tashmë, po ndonjëherë se që surprizon në mbrëmjeve, duke qenë se janë goxha më të freskëta mbrëmjet, kalojmë në Durrës. Dhe shohim që në Durrës sot vijon dielli me temperatura që shkojnë nga 12 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta. Nesër kemi kthjellime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën dhe shkojnë në temperaturat nga 15 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që nesër do të kemi edhe kthjellime dhe vranësira që e karakterizojnë situatën meteorologjike në qytetin bregdetar të Durrësit, sot diell, shijojeni edhe ditën e sotme, po edhe nesër nuk është keq. Temperaturat vijojnë mbeten në të njëjtat nivele dhe akoma më mirë në orët e para të mëngjesit do të shënoj termometri. Shkojmë sa kaq nga qyteti I Durrësit në qytetin e Elbasanit. Elbasani po ashtu në këtë të martë do të jetë me diell, me temperatura që shkojnë nga 7 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta. Nesër kemi kthjellime dhe vranësira, dhe temperatura do të shkojnë nga 11 gradë në orët e para të mëngjesit në 26 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Siç edhe e vërejmë lehtësisht përmes grafikës së paraqitur në ekran në këto momente, do të kemi një Elbasan që nesër, pavarësisht se nuk do të ketë të njëjtën situatë favorite sa I përket kushteve meteorologjike, duke qenë se do të përfshihet nga një prezencë e vranësirave, do të ketë temperatura më të larta. Çka besoj lehtësisht arrim t'i dallojmë. Kemi 4 gradë më lartë në orët e para të mëngjesit termometrin në qytetin e Elbasanit për të mërkurën dhe 2 gradë më lartë në oraret e mesditës. Këto janë diferencat që bëhen nga njëra ditë në tjetrën. Shkojmë sa kaq nga qyteti I Elbasanit në qytetin e Fierit, një qytet që ju e dini unë e kam me merak sa nga Fieri jam vete dhe padyshim ka shumë familjar, njerëz të afërm që më ndjekin, që ndoshta më presin me zor. Ti them që dita do të jetë me diell, kështu që dita sot do të jetë me diell dhe temperaturat do të shkojnë nga 9 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta. Nesër do të kemi kthjellime dhe vranësira që alternohen me njëra tjetrën, me temperaturat që do të shkojnë nga 14 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta. Dhe vijojmë nga qyteti I Fierit do ndalemi tashmë në qytetin e Beratit, është ai I radhës ku së bashku do të shohim situatën meteorologjike. Kemi të bëjmë me një Berat që sot përfshihet nga dielli, rrezat ndriçojnë, dita është plotësisht e favorshme për ata që duan ta vizitojnë këtë qytet, I cili konsiderohet si një ndër kryesor turistik të vendit. Temperaturat shkojnë sot nga 8 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta, kush nuk mundet sot, edhe do ta vizitoj nesër, do ta ketë mundësin ta bëj edhe nesër, për çka se do të kemi një prezencë të
vranësirave ditën e nesërme që përfshin qytetin e Beratit, me temperaturat që janë më të lartë në raport me ditën e sotme, thënë kjo, termometri në orët e para të mëngjesit shkon në 12 gradë Celsius dhe gjatë orareve të mesditës 26 gradë Celsius. Zhvendosemi nga Berati tashmë në një tjetër qytet, ndalemi së bashku në Korçë. Në Korçë sot ka diell, kështu që gëzoju një ditës së sotme, kësaj të martë, me temperatura që shkojnë nga 2 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta, ka nisur pak ullët mëngjesi, po duket se aty nga mesdita e rregullon situatën edhe Korça, situatën meteorologjike jo vetëm, po edhe situatën e temperaturave nga ana tjetër në veçanti. Ndërkohë që nesër do të kemi temperatura më të larta, kryesisht në orët e para të mëngjesi do të vjetë re një diferencë me 5 gradë Celsius, ndërkohë që do të kemi gjatë orareve të mesditës temperaturën 23 gradë Celsius. Sa i përket kushteve të motit, nuk do të jetë ky dielli i ditës së sotme, por jo, do të kemi të bëjmë me kthjellime dhe me vranësira që përfshin qytetin e Korçës. Urojmë dhe shpresojmë të jetë një situatë e cila zgjidhet shpejt dhe nuk na përfundon në rreshtë shiu në ditët që do të pasojnë. Por këtë nuk e di mende, mbetet për të parë, do duhet të shohim edhe parashikimin e ditëve të tjera. Por për sa kohë nuk dim se ç'ndodh në vijim, edhe pse teknologjia na ofron këtë ditë pas dite, por ndonjëherë edhe na surprizon. Le të kënaqemi me faktin që këto 2 ditë, e marta dhe e mërkura, do të jenë një situatë të qëndrueshme meteorologjike. Dita e sotme ca më mirë për diellin, ndërkohë dita e nesërme ca më mirë për temperaturat. Dhe zhvendosemi nga Korça në një tjetër qytet tashmë, është momenti për qytetin bregdetar të Vlorës, aty ku ecejakët shijojnë shumë, sidomos gjatë kësaj periudhe ku koha ngrohet, kur dielli bëhet shoqërues i ditëve. Por ka edhe ditë nga ato të cilat janë me vranësira, sikurse do të jetë dita e nesërme. Ndërkohë, shohim që në këtë të martë temperaturat që përfshin qytetin bregdetar të Vlorës shkojnë nga 10 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi kthjellime dhe vranësira, temperaturat shkojnë nga 15 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta. Kjo situata për qytetin bregdetar të Vlorës gjatë kësaj të martë dhe të mërkure, a mund të ketë ndryshime, a mund të ketë surpriza, janë gjithmonë të pritshme, por mbetet për të parë, ju sidoqoftë keni kujdes, mbani mend që gjithmonë tani në këtë stin mbrëmjet janë pak më të freskëta, pavarësisht se sa e ngrohtë ka qenë dita, kështu që një Gjakovento e holl ju duhet gjatë këtyre ditëve për t'i paraprirë në një situatë shëndetësore që nuk do doni ta përjetoni, dhe dim është një kohë në cilën njerëzit shpesh përballen jo vetëm me këto virozat e stinës, po përballen edhe me alergjit. Të dyja këto të fundit ngatrohen shpesh me njëra tjetrën dhe ne nuk kuptojmë dot se çfarë kemi. A kemi nga polenat apo e kemi nga virozat dhe nga ndryshimi i temperaturës në një moment apo në një tjetër. Kështu që çfarë na mbetet bëjmë përballë një situate të tillë është që jemi më të kujdesshëm. Jemi në Gjirokastër tashmë. Gjirokastra sot ka diell, temperaturat shkojnë nga 7 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta. Nesër, jo ndryshe nga qytetet e tjera, edhe Gjirokastra do të përfshihet nga kthjellimet dhe vranësirat dhe temperaturat do të shkojnë nga 11 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta. Zhvendosemi nga Gjirokastra në Sarandë. Saranda sot është me diell, temperaturat shkojnë nga 8 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta dhe nesër do të kemi kthjellime dhe vranësira dhe temperatura që shkojnë nga 13 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta. Kjo është situata edhe për qytetin bregdetar të Sarandës, të cilin patjetër gjatë këtyre 2 ditëve mund ta shijoni gjithë ju që jetoni aty, ju që veproni aty dhe që ndani përditshmërinë tuaj, por edhe ju të cilët shkoni për një vizit. A mund të prisni edhe pak kohë për t'i ndjerë, le të themi, të gjitha të ngrohtësinë këtij qyteti? Mbase mirë do t'ishte, por nëse planet tuaja nuk presin, atëherë edhe këto 2 ditë duket se janë goxha të favorshme. Dhe kështu, me Sarandën përfundojmë me qytetet e jugut të Shqipërisë për këtë parashikim motit, ndërkohë që momenti i radhës vjen për qytetet e veriut. Jemi së pari në Tropoj. Tropoja sot në këtë të martë ka diell
se kthjellimet dhe vërësira do t'janë prezente gjatë ditës së nesërme, sa i përket temperaturave sot ato do të shkojnë nga 6 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta, dhe nesër nga 11 gradë në orët e para të mëngjesit, termometri do të regjistroj për Tropojën 22 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës, me kushtet atmosferike që do t'jenë në kthjellime dhe vranësira. Kjo do t'jetë situata ditën e nesërme pra të mërkurën e kësaj jave për qytetin e Tropojës, ndërkohë që zhvendosemi sa kaq nga Tropoja në një tjetër qytet, jemi tashmë në Puk. Puka sot është me diell, ndriçon, i favorizon patjetër gjithë ata të cilët me zor po i prisnin këto ditët të cilat shndrin nga dielli, dhe temperaturat shkojnë sot nga 8 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta. Nesër kemi kthjellime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën, dhe temperaturat do të shkojnë nga 11 gradë në orët e para të mëngjesit në 21 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Kjo situata për qytetin e Pukës në këto 2 ditë. Ndërkohë zhvendosemi nga Puka në një tjetër tashmë. Jemi në Kukës, Kuksi sot është me diell dhe temperatura do të shkojnë nga 7 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta. Dita e nesërme vjen me temperatura më të larta, paçka se do të kemi një prezencë të vranësirave që do ta përfshi këtë qytet. Dhe sikurse e vëmëre, temperaturat do të shkojnë nga 7 gradë minimalja ditën e sotme në 13 gradë Celsius më e larta në orët e para të mëngjesit, dhe më e larta gjatë orareve të mesditës do të jetë 26 gradë Celsius, ndërkohë që kemi kthjellime dhe vranësira që alternohen me njëra tjetrën. Kjo situata meteorologjike edhe për qytetin e Kukësit, me cilin përfundojmë tashmë dhe shkojmë në qytetin e Radhës, në një tjetër qytet i cili do të na tregoj se si vijon situata meteorologjike për territorin e vendit. Deri më tani kemi parë që në pjesën më të madhe të qyteteve dita e sotme është me diell, pra e marta është me diell, ndërkohë që dita e nesërme do të vijojë të ketë diellin prezent, por nuk mund të mohojmë edhe prezencën e vranësirave nga një qytet në tjetrin, qoftë nga Tirana e deri në qytetin e Kukësit, ku kemi mbërritur deri më tani me parashikimin e motit. Zhvendosemi nga Kuksi në një tjetër qytet, jemi në Peshkopi. Edhe Peshkopia nuk është se ndryshon shumë në raport me qytetet e tjera, duke qenë se dita e sotme është me diell dhe temperaturat shkojnë nga 3 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër do të kemi kthjellime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën, dhe temperaturat shkojnë nga 9 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta. Rriten temperaturat gjatë ditës së nesërme, por do të kemi prezencë të vranësirave. E njëjta gjë praktikisht që ndodhte me qytetet e tjera të sipërpërmendura. Qoftë në jugun e vendit, qoftë në veriun e vendit, duket se e njëjta tendencë do të vijojë përgjatë këtyre 2 ditëve. Nuk do të ketë ndryshime të mëdha, por patjetër duhet ta themi që dita e nesërme na tregon që do të ketë një prezencë të vranësirave, ndoshta kjo mund të intensifikohet në ditët në vijim, ndoshta mund të largohet dhe të mos jetë më prezente. Kjo mbetet për tu parë. Ajo çfarë na mbetet ne në dorë tashmë është të shkojmë tek qyteti i Radhës, ndalemi nga Peshkopia në qytetin e Shkodrës, aty ku dita sot është me diell dhe temperaturat shkojnë nga 11 gradë minimalja në 26 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që dita e nesërme për qytetin e Shkodrës do të vi me temperatura pak më të larta në orët e para të mëngjesit, duke shkuar kështu nga 11 në 15 gradë Celsius, dhe gjatë orareve të mesditës nuk ka ndryshime të mëdha. Bie me 1 gradë në raport me ditën e sotme, duke shkuar nga 26 në 25 gradë Celsius. Ndërkohë që do të kemi kthjellime dhe vranësira që e përfshin qytetin e Shkodrës dhe zonat përreth saj gjatë ditës së nesërme. A do të vijojë situata të mbetet e tillë? Kjo mbetet për tu parë. Ajo çka mund të themi deri në këtë moment është
të shijoni të dyja ditët edhe këtë të martë edhe nesër ditën e mërkurë, se përtej vranësirave e rëndësishme është që reshe shiu nuk ka dhe temperaturat janë goxha të larta dhe të qëndrueshme nga njëra ditë në tjetrën. Këti fakti duhet i gëzohemi. Dhe shkojmë më tej nga Shkodra në qytetin e Lezhës. Do të shohim për Lezhën se si vijon, a e ndjek edhe ky qytet i fundit që ne përmendim për territorin e vendit tendencën, me sa duket po. Sot dita në qytetin e Lezhës është me diell dhe temperaturat shkojnë nga 10 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër rriten temperaturat në orët e para të mëngjesit. Kemi kthjellime dhe vranësira që e përfshin këtë qytet, pra pak a shumë e njëjta situatë me ato çfarë pam të ndodhte edhe në të gjitha qytetet e tjera të sipërpërmendura. Nga Tirana, Durrësi, Elbasani, Fieri e kështu me radhë, në qytetet e Veriut pastaj, dhe për ta mbyllur kemi Lezhën, e cila i vendos kapakun edhe na tregon që në fakt me sa duket kjo javë e tillë ka nisur për territorin e vendit, me diell, po edhe me prezencë të vranësirave, deri ku do të shkoj intensiteti i këtyre vranësirave mbetet për tu parë, ndërkohë që tani është momenti të kalojnë në rajon dhe të nisim me qytetin e Shkupit për të parë aty së pari se si vijon situata meteorologjike, jemi përballë kushteve të favorshme në Shkup, a do të kemi problematika të motit, a do të kemi ditë të cilat vinë me temperatura më të larta, mbetet për të parë grafikisht. Shkojmë në qytetin e Shkupit. Në Shkup në të dyja ditët do të kemi kthjellime dhe vranësira, por po mund ta bëjmë një diferencë. Ditën e sotme prezenca e vranësirave do të jetë më e ulët në raport me nesër, por çfarë janë më të ulta në raport me ditën e nesërme, po ashtu janë temperaturat. Pra, ndryshe nga çfarë shohim që dita e sotme do të ketë një prezencë më të ulët të vranësirave, ka edhe temperaturat më të ulta, të cilat shkojnë nga 4 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta, dhe nesër kemi temperatura që nisin me 9 gradë në orët e para të mëngjesit dhe shkojnë në 28 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata meteorologjike për qytetin e Shkupit, me cilin përfundojmë dhe është momenti që vendosemi në Prishtinë. Prishtina sot është me diell, me temperatura që shkojnë nga 6 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi kthjellime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën. Temperaturat janë disi më të larta në kryeqytetin e Kosovës ditën e nesërme në raport me sot, duke shkuar nga 9 gradë në orët e para të mëngjesit në 24 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Kemi 3 gradë më lartë konkretisht qoftë temperatura minimale, qoftë temperatura maksimale nga njëra ditë në tjetrën, dhe është momenti të zhvendosemi. Përfundojmë Prishtinën dhe shkojmë në Milano. Milano sot ka kthjellime dhe vranësira, temperaturat shkojnë nga 13 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta, dukshëm këto vranësira na paralajmërojnë lidhur me ato çka e përfshin qytetin ditën e nesërme, që janë rreshtet e shiut dhe temperaturat do të zbresin. Do të shkojnë nga 13 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta. Çadrën me vete përgatiteni që ditën e sotme, ndonjëherë ndodh që moti surprizon edhe fillojnë në rreshtet qoftë edhe një ditë më parë, kështu që për sigurinë tuaj, unë them pse jo, ato çadrën si aksesor e mbani edhe në çantë dhe nuk prish asnjë punë. Pastaj, kur fillojnë në rreshtet, kthehet në një aksesor tepër dobishëm. Edhe shkojmë nga Milano në Bruksel tashmë. Se përket Brukselit, shohim qartazi edhe përmes grafikës që do të kemi rreshje. Do të kemi rreshje të cilat do të kenë një intensitet goxha të lartë për gjatë të dyja ditëve, gjatë martës dhe të mërkurës, dhe temperaturat po ashtu ndryshojnë goxha nga njëra ditë në tjetrën. Sot shkojnë nga 12 gradë minimalja në 18 gradë Celsius më e larta dhe nesër bien. Shkojnë nga 7 gradë në orët e para të mëngjesit në 14 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata për Brukselin sot dhe nesër. Dhe nga Brukseli është momenti të zhvendosemi në Paris. Me sa duket, edhe Parisi sot do të jetë më romantik se ndonjëherë më parë, se do të bien rreshje.
rreshtet të cilat kanë intensitet goxha të lartë, temperaturat shkojnë sot nga 12 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 9 gradë në orët e para të mëngjesit. Gjatë orareve të mesditës termometri do të regjistrojë 16 gradë Celsius. Kjo është situata meteorologjike sot dhe nesër në qytetin e Parisit. Kështu që parizianët duhet të jenë gati për ta përballuar këtë situatë. Dhe uroj të mos keni prerë bileta gjatë këtyre ditëve nëse nuk e shijoni shiun, se pastaj nëse qëllimi është të shijoni një Paris piktoresk dhe gati sinematik në këto ditë me shi, se jo, janë vërtet një mundësi e mirë edhe këto 2 ditë, edhe kjo e martë dhe e mërkur. Dhe për ta mbyllur me parashikimin e motit, ju e dini ne ndalemi në New York, aty ku kemi të bëjmë me fillime dhe vranësira në të dyja ditët, edhe për gjatë martës edhe për gjatë të mërkurës. Kjo është situata që e përfshin New Yorkun me temperatura që shkojnë sot nga 10 gradë minimalja në 15 gradë Celsius më e larta dhe nesër temperaturat nisin me 13 gradë në orët e para të mëngjesit dhe arrin në 23 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Dhe me New Yorkun kemi përfunduar me parashikimin e motit. Kjo është situata për territorin e vendit, për rajonin dhe për disa qytetet e tjera.